Nuk do ketë në tokën e Shqipërisë hoxhallar që vinë nga Pakistani, që vinë të njëjtin nga Libia, nga të 4 anë që kanë erdhur për ta shkatruar Shqipërinë tonë, për ta martuar me racën tonë, për ta prishur racën nga themeli, spionazhi. Ne jemi muslimanë shqiptarë. Ja po e them hapur e njerë të dëgjoj, daç Priftin, daç hoxhallar, daç Myftin, si e kanë emrin ata. Myftiu do të jetë hoxh siç ka qenë dikur Shqipëria. Dash të verë kapel të barë, dash të rrethoj kokën si të doj, të jetë i pastër dhe të lutet Zotit Muhamedit. Jo arabis, jo libis. Nuk jemi neve harab, po jemi shqiptar. Kam fjallën për kishë. Dashur Priftin. Do që jemi katolik o krishterë. Lutini Zotit. Lutini për këtë tokën e Shqipërisë. Ashtu më shbërqefi për një prift që flet nga Shkodra. O Zoto, ndihmoj këtë vend. Dallmi si ai i Shkodrës. Që i lutet çdo ditë. Edhe nuk e marrën televizor, se thot realitetin. Nuk jemi katolik italian, dashur shqiptar. Jemi katolik shqiptar. E kemi themeluar shqiptarët. Pavarësisht se jemi bërë musliman, më vonë. Historia do të tregoj realitetin. Por ne nuk na shkëput njëri, ama nuk kemi krishterë grek. Jo. Po a them hapur, nëse një prift grek thot për Greqi, jo s'do jetë prift më, po s'do ekzistoj në tokën e Shqipërisë. Priftint janë shqiptarë. Unë kur kam qenë i vogël, kanë qenë priftin shqiptarë. Pavarësisht se ishte musliman, po i vini zi një fustanin, se familja ime thoshte, është urat. Ne shqiptarë nuk na coptojnë dot